Faleminderit me mirënjohje të mirëfillt për vizitën historike dje. Është kryeministri I parë I Mbretërisë Bashkuar që vjen ndonjëherë në Shqipëri për një vizitë dypalçe. Dhe me frymën e njohur botërisht të faljes që solli një shi kaq të dendur, kam nderin t'i jap fjalën kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer. Faleminderit, fjala është për ju. Faleminderit Edi. Më vjen shumë mirë që të shoh gjithkënd këtu përreth tryezës sot. Faleminderit Edi që na mblodhe bashk. Do të kujtoja që kur unë zbrita nga avioni mbrëm, dje në mëngjes ishte diell. Kështu që këto zërat që moti është faji britanikëve është krejt I gabuar. Megjithatë na mblodhe bashk Edi, dhe është një takim shumë I rëndësishëm, sepse është moment thelbësor për kontinentin tonë. Kjo është pasqyruar edhe në komentet e të gjithëve deri më tani. Më la mbres fjala hapse e juaja I dashur Edi, sepse jemi në një epokë të re. E themi të gjithë, por duhet të kuptojmë që është një epokë e re, por është një epokë që karakterizohet nga luhatja, nga paqëndrueshmëria. Është e trisht, por kjo është epoka e re ku kemi hyrë. Ndërkohë që e bëjmë këtë, mundësia që të gjithë udhëheqësit europian të mblidhen së bashku me secilin prej nesh që përballet me sfida të sigurisë të ekonomisë tonë, ndërkohë që e bëjmë pra këtë që vlera e KPS nuk mund të jetë më e qartë se kaq. Pra është shumë e rëndësishme që gjendemi sot këtu. Ndaj isha kaq I kënaqur kur mikprita summitin vitin e kaluar menjëherë pasi u zgjodh qeveria ime brenda 2 javëve. Pata kënaqësi shumë të madhe sepse ishte shumë e rëndësishme për mua që të sinjalizonim qëllimin ton qysh në krye të herës për të punuar më ngushtë me partnerët tanë europian e për të forcuar raportin e Mbretërisë Bashkuar me BE-n, jo mbështetur në rimarrjen e argumenteve për të shkuarën, por duke parë përpara nga e ardhmja. Që pra asaj kohe, siç e keni parë, ne kemi intensifikuar në mënyrë domethënëse angazhimin me aleatët tanë europian, duke kuptuar që partneriteti është jetik për të arritur një rimëkëmbje, rinovim të sigurisë, gjithashtu edhe për ata njerëz në Mbretërinë e Bashkuar që e kërkojnë dhe meritojnë këtë gjë. Dhe në fakt, ndërkohë kemi punuar për këtë aleancë në mbar Europën. Në fakt, Edi, kam kënaqësi që jam kryeministri I parë britanik që vi këtu në një vizitë dypalçe në Shqipëri dhe të punoj me ju si partnerët tanë. Kam po kështu shumë kënaqësi që të mirëpres Antonio në Londër të hënën për summitin e parë midis Mbretërisë Bashkuar dhe BE-s, një moment mjaft I rëndësishëm të epokë të re. Një moment që në fakt ka të bëjë me njohjen e faktit që shumë sfida me të cilat përballen, rritja, migracioni, siguria janë sfida që I ndajmë së bashku e vetëm zgjidhjet e përbashkëta do t'i trajtojnë ato. Sigurisht, sfida më urgjente sot këtu është sigurimi I një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme, një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme, me fjalët e drejtë dhe e qëndrueshme që janë kyçe. E natyrisht ne duhet të bëjmë më shumë për mbrojtjen tonë. Javën e kaluar shpalla një paketë tjetër sanksionesh për flotën hije ruse në mënyrë që të mbrojmë infrastrukturën tonë nga flota e Putinit. Në fakt, gjatë muajve të fundit kemi punuar fort që të sjellim te koalicioni ynë të vullnetshëm dhe shumë udhëheqës politike ushtarak. Dhe së bashku me Friedrich dhe Donald, ne javën e kaluar bashkë me presidentin Macron e kemi bërë këtë gjë jo vetëm si solidaritet, por edhe pas përfundimit të luftës botërore. E bëm për një kujtesë që këto janë pikërisht të njëjtat vlera për të cilat ne luftojmë për të ardhmen. Një moment I rëndësishëm për Ukrainën, por dhe një moment I rëndësishëm
për të bërë bashkë, për të garantuar argumentin e mbështetur nga presidenti Trump për një armëpushim të pakushtëzuar, dhe që presidenti Putin duhet të vijë në kryes për të diskutuar këtë gjë. Tani që kemi nxjerrë këtë ultimatum, duhet të jemi të përgatitur që ta ndjekim deri në fund, sepse nëse Rusia nuk do të ulet në këtë kryes bisedimesh, Putini duhet të paguajë çmimin. Ajo çfarë ndodhi dje dhe e përmenda është një provë e mëtejshme që Putini nuk e ka seriozisht paqen. Rusia po tërheq këmbëzbat dhe po luan lojra, ndërkohë që Ukraina ka dëshmuar se është pala e paqes dhe udhëheqjes. Gjatë këtij konflikti, udhëheqja juaj për të luftuar agresionin rus, qëndresa dhe kuraja e popullit ukrainës është diçka që të gjithë ne duhet ta mbështesim, por gjithashtu dhe udhëheqja juaj drejt paqes, sepse ishit ju që vendosët në tryez para disa javësh këtë armëpushim të pakushtëzuar. Qartësisht Ukraina është pala e paqes, por duhet po kështu të razisim edhe aleatët tanë, i bëjmë të kuptojmë që ky armëpushim është jashtëzakonisht i domosdoshëm e të vendosim sanksione në qoftë se është e nevojshme. Mbretëria e Bashkuar është gati të luajë rolin e vet, dhe kjo nuk kupton rritjen e shpenzimeve ushtarake deri në 2.5% të PBB-s në 2027 me ambicjen për të arritur në 3% deri parlamentin tjetër. Natyrisht edhe të tjerët po punojnë intensivisht për këtë në mënyrë që së bashku të arrijmë një zhvendosje brezash për këtë industri mbrojtjeje, për çdo kërcënim që kërcënon, që minon sigurinë tonë. Një tjetër sfidë përfshin migracionin. Është një sfidë që në fakt ka viktima ata më të varfrit, e që ndikon dhe në shërbimet tona të migracionit. Prandaj dhe unë kam bërë pjesë të rendit të ditës në Blenan dhe në Budapest këtë çështje. Dhe natyrisht edhe pjesë të agjendës sot shoqërisht, sepse e vërteta është që kjo është një sfidë për te kufive tanë, një sfidë me cilën duhet përballemi së bashku. Të gjithë qytetarët tanë duan një sistem imigracioni që është i drejtë e që është në funksion të interesave kombëtare. Është koha tashmë të punojmë së bashku për të siguruar kufit e përbashkët. Procesi në fakt po jep rezultate. Dje isha në portin e Durrësit e pash personalisht se si forcat e Mbretërisë Bashkuar po punojnë me forcat shqiptare për të luftuar krimin ndërkufitar. Në fakt, në mars kemi zhvilluar samitin e parë ndërkombëtar për të luftuar migracionin e parrekut, duke nxjerrë në pa punën me partnerë ndërkombëtar që po sjellin rezultate. Megjithatë, duhet bërë edhe më shumë në të gjitha drejtimet për migracionin, për sigurinë kombëtare, e të gjithë e dimë që është po kaq thelbësore dhe punohet për sigurinë ekonomike. Në një epokë të re të tregtisë dhe ekonomisë, ne do të rrisim qëndresën e do të ulim barriera tregtare me aleatët tanë në mbar botën e në Europë. Në këto kohë luhatjesh e pasigurisht, Mbretëria e Bashkuar nuk do të reagojë duke utkurur së brendshme, por duke marrë rolin e vet në skenën botërore, duke mbështetur paqen dhe lirinë në Europë. Dhe të falenderoj edhe një herë Edi që na mblodhe sot së bashku në ndjekje të këto temave e të këtyre temave dhe çështjeve të përbashkëta. Thank you very much and faleminderit shumë. Është privilegj vërtet i veçantë dhe unik për ta përgëzuar në Tiranë kancelarin e ri dhe të sapo zgjedhur të Gjermanisë. Dhe mendoj që është në fakt një mundësia e jetës për të qenë kryeministri i Shqipërisë dhe të kesh mundësi të japësh ose të mos ja japësh fjalën kancelarit gjerman, mendoni. Pra, fjala për ju, i nderuar kancelar.